Ngërçit që po vazhdon brenda, një blokad i u bë jashtë. Vetëse këta protestues krejt nga shoqëria civile që ua kanë zënë derën deputatëve, nuk kanë për t'i ndalë ata të hyjnë, por erdhën që t'i shtyjnë drejt gjetjes së zgjidhjes për konstituimin e kuvendit. Derisa kjo të ndodh, para se t'i shënojnë tentime 2 minutëshe, ligjvënësit në çdo vazhdim seance tashmë do përballen edhe me këto mesazhe para parlamentit. Ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm nga sot deri tutje në çdo të dytën ditë, siç do të vinë edhe deputetët. Të zgjedhurve u kërkohet o ta bëjnë qarën me rezultatin që morën, o të kthejnë sërish besimin tek votuesit. Pa vonesat më të tjeshme, ta konstituojnë kuvendin që t'i hapet rrugë formimit të institucioneve, apo zgjedhjeve të reja në rast të dështimit të zgjedhjes së institucioneve, por ajo çfarë ka më shumë të rëndësishme është të mos tentohet që zgjedhjet të mbahen për një ditë me zgjedhjet lokale, që është përmendur tashmë si opsion. Por me aktivistët, jo krejt deputetët dëshën të takohen, ndaj edhe bën një veprim taktik. Një numër i madh i deputetëve tashmë janë duke ndrruar le të themi portën hyrëse për në kuvend. Derën së ndëroi, por as qëndrimin nga fajsimi të tjerëve nuk e lëkundi një prej deputetëve të vetëvendosjes. Vendi këta të opozitës, ta pyet pse si ka po balla ty. Qytetarët e kanë votuar çdo deputet për me votuar, e jo për me sabotuar o me shantazhuar. Krejt të kundërtën e mendon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që e mirëpriti organizimin. Unë e mirëpres shoqërinë civile që na kujton detyrën tonë. Ky është aktiviteti i dytë i shoqërisë civile në kundërshtim të tentimeve pa rezultat për konstituimin e kuvendit, për çka të martën u shënua përpjekja e 37. Ndërkohë Albin Kurti që në kuvend u shfaq si deputet nuk i dha përgjigje gazetarëve.